Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Nolli Show, Nolli TV. Ndera dhe kënaqësia ime është kur njerëzit tan I gjejmë anëmban botës dhe tregojnë për rrugtimin dhe suksesin e tyre të jetës. Sot kam nderin të ballafaqohem me një koleg timin që me të vërtetë është një shok im I ngushtë dhe kam kënaqësinë dhe ma bën të po si nuk di Nolli si me shpreh kurse kam unë rrugtim të gjatë kam atëherë thash ndëgjoj unë dua që sot të rrëfejmë edhe të tregosh të rrugtimin tënd të jetës. Kemi Dashnim Hebibi, doktor shkencave politike, ambasador I paqes, publicist, autor mbi 30 librave, është antar I SSM në Zvicër dhe International Federation of Journalists. Wow, kjo është një kënaqësi e madhe, një krenari e madhe. Përshëndetje dhe mirë se të ka pru Zoti, Zoti Habib, si je? Përshëndetje, vëlla I dashur, nga Zvicra, nga ky shtet I 300.000 shqiptarëve që jetojnë këtu, dhe jo rastësisht quhet Zvicra si atë dheu jon I dytë I shqiptarëve, gjitha trojve shqiptarë. Falenderoj shumë për mundësinë dhe kohën që do ma japësh që të bashkëbisedojmë bashkë për teleshikuesit tuaj. Falenderoj pafundësisht ty, stafin tuaj dhe gjithë teleshikuesit kudo që janë dhe më lejo ti uroj juve shqiptar amerikanëve dhe gjithë popullit amerikan dhe gjithë shteteve të bashkuara të Amerikës këtë datëlindje të veçantë 250 vjetore I shteteve të bashkuara të Amerikës. Ky shtet për ne shqiptarët është zemër. Para për shtetin shqiptar, por gjithashtu edhe për Kosovën sot e kësaj dite. Jo vetëm për juve atje në Amerikë, po për neve që jemi në Evropë, po edhe për gjithë shqiptarët e gjitha trevave shqiptare. Roft Amerika, Zotë e bekov, popullin Amerikan dhe gjithë trojet e shteteve të bashkuara të Amerikës. Për ata unë kam zgjedhur këtë ditë të shajt që të jemi së bashku me një punëtor, me një person që ka punuar shumë në gazetari, për atë kam ndasët në 4 korrikun që të jemi së bashku. Atëherë për publikun ton kisha dashur të dinë se kush është doktor Dashnim Hebibi. Në pak fjalë, si lindi pasioni I juaj për gazetarinë dhe shkrimet. Miku im, edhe unë jam mësu të bëj intervista me të tjerët dhe shumë e vështirë është kur dikush unë të flas për veten time, sepse është shumë e vështirë, besom. Po unë respektoj punën tënde jashtëzakonisht shumë që bën, bashkë me miq të tjerë si Sokolin, editorin e gazetës Dielli që kemi mik shumë të mirë nga Shqipëria. Do më thonë e di se që është ki profesion dhe për hir të etikës, për hir të profesionalizmit, edhe unë do t'i iki modestis dhe do t'flas kësa here për vetën time, edhe pse vërtet është shumë e vështirë. Jam I lindur me 12 qershor vitit 1976 në Preshev. Preshev, Bujanos dhe Medvegjë, dini ku gjenden këto territore, fatkeqësisht për momentin janë në një pozitë shumë të vështirë, gjeostrategjike, dihet në çfarë situate ne patëm edhe luftën vitin 2002, 28 dëshmor I dham. Jam I lindur në Vraj, një qytet që tash për momentin është etnikisht me serb, dikur ka qenë me shqiptar afër mollës kuqe, që ne e quajmë nga Nishi andej, do thotë kam lind në Vraj, ai deri para 30 viteve, 40 viteve ka pas shqiptar aty mirë, po tash nuk ka shqiptar absolutisht. Presheva, Bojanosi dhe Medvegjë nuk ka spitalin e vet. Kështu që ne jemi të drejtuar mundësisht patjetër, do thotë këndej me që jemi edhe shtetas Serbisë nga Vraja që është spitali, po gjithashtu edhe tash edhe nga Kosova këndej. Jemi vërtet me një situatë shumë vështirë. U rrita prej babës tim Xhelalit, një mërgjimtar në Zvicër, do thotë u rrita me bukën e Gurbetit, pastaj me një nënën që është mundu të ruaj karakterin, moralin dhe dashnin për atë dheun tim. Punoj një njerit më të vjetër kur të takojnë rrugë, të respektoj. Me ato traditat tona shqiptare që kemi thuajse në gjitha treva shqiptare, kur bëhet terrë, mos rri natën apo rrugë, të afrojmë të shtëpia, të mësoj, të nderoj vëllezërit, familjen e kështu me radhë. Në kreva shkollën fillore në Preshev, shumë afër shtëpisë time në Preshev në qytet jetoj. Pastaj shkollën e mesme Skënderbeu, drejtim shkencor matematikor, që qysh në atë kohë jam marrë me shkrime në gazetari, kemi pasën një orë letrare, organizojshmi kuizin e diturisë me miq të tjerë. Tasoj periudhe, po flas vitet 95-99, pastaj u regjistrova në Fakultetin e Gazetarisë në Tiranë vitin 1995-1999, përfundova gazetarinë në Tiranë, por prej vitit parë jam mundu të bashkëpunoj me shumë media të asaj kohe në Tiranë.
na zuri vitin 1997, kur ishte situata shumë e vështirë e Shqipërisë, kur dihet se mbi 1400 e sa kazerma ushtarake atje u rrëzuan dhe u prishën. Pastaj filloi lufta e Kosovës, po përfundova. Mas përfundimit të Universitetit Tiranës, pata disa oferta në Preshevë të punoj si drejtori i shtëpisë kulturës, me që përpara jemi marrë me aktivitete kulturore, kur Kosova ishte ndaluar të organizonin shoqëri artistike të ndryshme, festivale të tjera. Presheva ishte derë e hapur me gjithë ata intelektualë, sepse vërtet unë nuk duhet flas për qytetin tim, për atë trev, po ka dhënë shumë intelektual dhe sot e kësaj dite i kemi në Kosovë. E kemi Recep Ismailin, që është një ndërgjyqtar më të mëdhenj shqiptar, pastaj kemi pasën Idris Ajetin, e dini Gjim Xhema, bashkëvendasi i Gjim Xhemas, një ndërgjyqtar më të mëdhenj mbi 70 vjet i dha gjuhës shqipe. Kështu që pastaj u detyrova me situatën politike që ekzistonte atje, profesioni jem ishte i vështirë, pas bisedave informative që na merrnin shërbimi i sekretit asoj kohe, u detyrova që të vi në Zvicër dhe prej ditës parë thuajse këtu pata fat të filloj me gazetën kombëtare Bota Sot vitin 2000 do të erdha në Zvicër, në 99 në përfundim vitit 1999 e përfundova fakultetin dhe mbinjëherë pas një periudhe shumë të shkurtër, pas disa muajve erdha në Zvicër dhe këtu gjeta shumë mërgjimtar, sukses shumë veprimtar. Në mesin e tyre e gjeta Dr. Lukman Alini, një pionerin e gazetarisë shqiptare, që mi hapi dyert në gazetën Bota Sot njerë si gazetari i tjerë, sepse ishte vërtet një gazetë shumë e madhe atë kohë, vetëm në Zvicër, para mendoni ishte tirazhi mbi 100.000 gazeta në dite, deri afërsisht 50 deri në 60 faqe gazetë ka pas me rubrikat e normal kuptohet gazetë ditore, ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në gjithë Evropën, edhe në Kosovë, në Maqedoni e kështu me radhë. Edhe pastaj kështu me radhë vazhdova me gazetë, me televizione, me media të shkruara, me gazeta, me revista. Kam një biografi, jam mundu të punoj, të kontriboj me aq mundësitë që kam pas, duke sakrifikuar vërtet shëndetin dhe familjen, vetëm të jap kontribut që të ruajmë gjuhën dhe traditët tona kombëtare. Mas një kohë gjatë duke menduar nga ajo se 10 vjet duhet të ushtroj profesionin tim dhe të kryej një magjistraturë. Unë ashtu i bëra 10 vjet në profesion gazetarisë dhe pastaj magjistrova për 3 vjet në shkenca politike. Pas shkencave politike, pas 10 viteve tjera, gjithashtu të kem një bagazh të madh dhe përfundova dhe doktoratën në shkenca politike me temën diaspora shqiptare dhe roli i saj në shtetëformimin e Kosovës nga viti 1998-2008. Kjo është pak a shumë një biografi e jemja, kam disa libra të botuar, kam dhënë kontribut. Kam qenë mësues i shkollës plotësues i shqipe këtu, kam pas themelu bibliotekën e parë shqiptare në Zvicër, kam miq shumë këtu, më respektojnë dhe respektoj. Nuk e shikoj orarin e punës si ti, ma qënë malli, më duket si ti, prandaj edhe shumë vullnet po flas me ty, po më duket se po flas me vetveten pasqyrë. Edhe kështu pra, s'jam dalë. Kryesisht jam marrë me temat e mërgatës shqiptare, sepse ne do bashkëbisedojmë, besoj, sepse mërgata shqiptare është arterja kryesore e zhvillimive në të mirë të atë dheut. Unë mendoj, jam i zëshëm në këtë drejtim se diaspora shqiptare nuk po respektohet sa duhet nga institucionet tona, qoftë Shqipëri dhe në Kosovë. Unë mendoj që është një potencial jashtëzakonshëm në diasporë që duhet të japim fuqi pak më shumë, sidomos gjeneratës re, sepse gjenerata e re unë nisem nga vetja, nga fëmijët e mi, edhe pse do thot është bashkëshortja shqiptare dhe fëmijët e mi janë rrit, ma vajza 24 vjet, vajza tjetër 19 dhe djali 12, por shkon për 13. Flasin shqip, po mendojnë gjermanisht, do thot me që jetojmë në Zvicër, duhet jemi shumë real. E s'ka ma keq se ti thush vetës shqiptar dhe të mos dish të flasësh shqip. E kjo ditë po vjen, kështu që duhet të punojmë këtë drejtim. Sa kënaqësi është kur ndëgjon një rrugtim të suksesit kaq të bukur dhe kaq të mirë, kështu që dua të pyes sa ka ndryshuar diaspora shqiptare gjatë këtyre dekadave. Nëse nisemi nga diaspora e hershme, ata kanë pasën qëllime të tjera për ndërtimin e shtetit shqiptar, sidomos diaspora e mërgatës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me panvatëm një kontribut i jashtëzakonshëm. Pastaj diaspora pas pavarësisë shtetit shqiptar erdhi me pavarësinë e Kosovës, edhe në gjatë kohës, sepse kjo është një temë shumë e gjatë që na duan ndoshta orë të tëra të flasim për këtë temë, por do të mundohem të jem pak më jo i bezdisshëm për teleshikuesin tënd.
Pastaj diaspora shqiptare ka dhënë kontribut shumë të madh për pavarësinë e Kosovës. Ju e dini, edhe prej Amerikës, po edhe për shteteve të Evropës kanë shkuar për çlirimin e Kosovës. Ju e dini se nënat shqiptare kanë lindur nga 4 djemë, janë mundu t'i kenë 4 djemë. 2 t'i dërgojnë jashtë në diasporë që të kontribuojnë për pavarësinë e Kosovës, 1 ta kenë në luftë që ta japin kurban që shtojmë na për pushtetin e Kosovës, dhe 1 që mbetet për ta trashëguar pasurinë dhe për ta trashëguar gjenin dhe gjakun. Prandaj diaspora shqiptare është e jashtëzakonshme dhe ka dhënë kontribut. Ka ndryshuar shumë, sidomos kohët e fundit. Përpara e dini me protesta, tani diaspora shqiptare është duke kontribuar duke financu në Kosovë, në shtetet tona, do thotë edhe në Shqipëri, sidomos diaspora e Shqipërisë është pak më ndryshe, nga Italia dhe Greqia, edhe nga Anglia, janë kthyer shumë dhe kanë bërë investime shumë të mira në Shqipëri, ndërsa diaspora jonë e Kosovës, po flas edhe Maqedonisë, ne kemi mbet akoma këtu me trup. Unë i bëra 26 vjet në Zvicër, fizikisht jam këtu, po me shpirt çdo ditë zgjona dhe bëj fle me mendën kur të kthehena dhe t'jap kontribut atje në vendin tim. 30 vite në gazetari, wow! Çka ju ka mësu gazetaria? Çka ju ka lënë përshtypje? Gazetaria, nëse gjymtyrët e trupit i kam dorë, zemër, sy, gojë, edhe e kam edhe gazetarin. Kur t'hy në gazetari, besoj edhe ti je i fushës gazetarisë, po dhe të gjithë ata që janë në fushën e gazetarisë dhe e dinë, një gazetar i mirë kur nuk mund të bëhet i pasur. Gazetar i mirë mbetet i varfër. Një letrar i mirë, një shkencëtar i mirë nuk mund të pasurohet. Kështu që unë kam mbet i varfër në atë aspektin financiar, sepse nuk jam si disa të tjerë, mirë po kam një pasuri dhe krenohem atë pasuri që po ja lë fëmijëve të mi dhe gjeneratës 3 dhe 4 që po vjen. Kur ty në gazetari, sikur një alkoholist kur të dehet, ashtu më duket që unë jam dhe total, nuk shoh asgjë. Kush po kalon, a ka përcejt dikush, a s'ka përcejt dikush, a bje shi, a bje bor, unë jam në një botë total krejtësisht tjetër. Besom, jam shumë i dhënë mas gazetarisë. Tash edhe me shkencë po merren, po prap gazetarisë nuk po mund t'i merr, të largohen. Shpesh mërgjimtar këtu më thonë dashnim, si po e përcjell me ti një ngjarje, si po ke mundësi ka 4 orë, 5 orë po e përcjell një ngjarje, edhe po shkruan shumë gjatë, nuk po kemi mundësi me ta lexuar shkrimin, sepse ta shkrimet e shkurtra. Dhe thama diçka, unë po shkruaj për ata që lexojnë, nuk po shkruaj për ata që s'lexojnë. Sepse ka të tillë që e lexojnë ndoshta vetëm titullin. Unë po duhet të lëjm argjiv miku jam, sepse këto mbeten, sepse çdo ditë neve po na harxhohet koha, çdo ditë jam të shkuar nga vdekja. Prandaj të lëmë gjurmë të mira për gjeneratat që vijnë, sikur që kanë lënë gjurmë të tjerët, Fajkonica me që jenë Amerikë, Fanoli, e shumë të tjerë, Vatran, e advetar të tjerë që i ka dhënë kontribut. Ne nuk mund të krahasohemi me punën dhe kontributin e tyre, po jemi gjaku i tyre dhe do të mundohemi që të rrim të paktën të rujmë gjurmët që i kanë lënë këta advetar, këta rilindas ta. E kam dërmen me të kthym brapa shumë. Prej intervistave, cilat ka lënë gjurmë më shumë dhe atë kujtohet? Intervista. Specialitet e kam intervistën, mund të them për vitit 94-95, në atë kohë, paramendoti 94-95 në Preshevë, ndoshta nëse të kujtohet ty dhe teleshikuesve, ka qenë Kosovo-Transi autobusi. Edhe unë prej Preshevës, baba e ma patru një farë maqine kështu të shkrimit, sepse shkruisha në dorë shkrimet. Edhe nuk isha kompjuter, në atë kohë nuk ishte shumë kompjutera, fillun me dalë kompjuterat ma vonë, edhe e merrsha e thësha nanës time të ndjerë, nën, du të shkojmë Prishtinë, Preshevë-Prishtinë 2 orë i bëjsha me autobus. E merrsha shkrimin që e shkruisha dhe e futësha këtu brenda që mos të më dalin policia, derisa të shkojmë Prishtinë te pallati Rilindja, se Rilindja po të mbyll, edhe ishte gazeta Bujku, edhe ishte edita gazetarëve në atë kohë. Edhe shkojsha atje e gjesha redaktorin. Por mendo ti, disha thon ta gjej redaktorin sepse thësha po ma gjujnë këtë letër në bordhok, edhe pse shkruajsha mirë. Edhe ma merrshin shkrimin dhe pastaj ma botojshin. Sa i përket intervistave, un kam realizuar sinqerisht shumë intervista. I kam këto disa libra që i kam kushtuar me intervista. Është ky libri intervista në tranzicion, është botu në vitin 2010, i ka 560 faqe. Kam këtu Wesley Clark, kam Elliot Engel, Sali Berishën, Kalmi Rej presidentën, Zotin Pasol, Jakub Krasniqin,
Luzim Bashën në atë kohë ministër jashtëm. Do thotë në periudha të ndryshme, e shumë Ali Ahmetin, Luan Krasniqin, Rambujan, e shumë personalitete që janë këtu, që let veten dokument. Pastaj për të kalu pastaj te pyetja. Pastaj kam librin tjetër që është vazhdimi i pjesës së parë, vjen te pjesa e dytë. E kam presidentin Ibrahim Rugova, presidentin e ndjer, kam Ismail Kadaren, e kam Hazem Hajdarin, e kam presidentin Sejdiu, Recep kryetarin Bajram Recepin, kryeministin e parë, intervista e parë e kryeministit të shtetit Kosovës që ma jep intervistën. Pastaj kam shumë personalitete këtu në këtë libër. Edhe ky libër do thotë i ka një 500 faqe. Janë kryesisht intervista të kohës prej vitit 2000-2010, pastaj edhe vazhdova deri në 2015. Pastaj vjen pjesa e tretë e librit me intervista. Gjithashtu edhe në këtë libër kam shumë personalitete. Kam presidentin Bujan Nishani të ndjerit, kam Inva Mulën, kam kryetrajnerin që kanë ardhur 5 lojtarë kombëtar Zvicrës që luajtën, që ka qenë edhe në Bayern München. Pastaj shumë personalitete tjera këtu me rend, mos i përmendi se po jes dikujt e jetatri. Edhe ky ka gati 500 faqe libër. Pastaj është pjesa e katërt e librit, kam edhe këtu shumë personalitete të kohës që kanë dhënë intervistë. Do thotë i kam 4 libra që kam kushtuar vetëm me intervista në tranzicion. Kështu që për të dalluar cila intervistë ka qenë më e fuqishme apo më e mirë për mua, nuk mund ta jam të menduar sepse nuk e dita që do të më bësh këtë pyetje, sepse thash miku im çka dush të pyet, sepse nuk du të kurdisem, të përgatitem për pyetjet, po du të jem kështu origjinal. Pastaj kam librin tjetër Dheu portativ. Gjithashtu edhe këtë libër kam shumë intervista, kjo është botu tash në vitin 2023 dhe kam intervista të shumë argjimtarëve tanë që kur të ndrojnë jetë dhe është qëllimi ka qenë se ku dojnë të varrosen, ku do të poshon trupi tyne. Dhe shumica thonë, unë ja bëj pyetjen ku dëshiron ta pish pikën e fundit të ujit, krejt thojnë në dheun e tyre. Do thotë janë disa personalitete që flasin me redaktor Jeton Arifi, një miku jam, janë shumë intervista, pastaj kam nderuar janë edhe 2 libra të tjerë që ja kam kushtuar gruas shqiptare në diasporë. Është pjesa e parë dhe pjesa e dytë. Mund të them lirisht që janë librat e parë që i kushtohen gruas shqiptare në diasporë, po jo vetëm gruas intelektuale, po edhe nënave tona që nuk kanë pas mundësi, apo gjysheve tona që nuk kanë pas mundësi të arsimohen, por kanë dhënë kontribut që na kanë edukuar neve që ta ruajmë gjuhën dhe të vazhdojmë ta ruajmë flamurin tonë kombëtar dhe traditat tona kombëtare. Janë 2 libra prej Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Kanada, në Greqi, në Itali, Zvicër, Gjermani, gjithandej 2 pjesë. Është gjenerata e kuqe me ngjyrën e kuqe, është gjenerata e vuajtjeve nënave tona, ndërsa kjo gjenerata e re, do të thonë ngjyra gryn e jeshil, i kam dhënë gjelbërt, që është gjenerata e ardhshmja e jonja, që do të jetë frymëzim për gjeneratat që do të vinë, dhe këtu kam realizuar mbi 188 intervista me gra të ndryshme. Nga gjithë diaspora shqiptare kanë qenë afërsisht 300, po duhet me pas edhe mjete, sepse të gjitha librat që i kam botu, miku jam, me modesti ta thash që në fillim të emisionit, i kam botu pa interes material që të fitoj pare të shes, dhe pastaj prej këtyre librave të botoj të tjerë. Beso Zotin, asnjë libër nuk e kam shit që unë të fitoj diçka. Kur, asnjëherë. Falenderoj disa miq që i kam pas sponsor, që i kanë sponsorizuar librin, dhe falenderoj gjithashtu edhe shtëpinë botuese libri im, mikun tim në Pej, po e bëj një reklam përmes televizionit se vërtet e meriton Berati që ka dhënë një kontribut shumë dhe i ka durë të harta për realizimin e librave me një kualitet shumë mirë, që nuk shkyen le. Do të thonë këto janë pasuri. Ndërsa intervista ma e veçantë mund ta krahasoj, mund ta veçoj. Se zgjata ndoshta po e ke faj se më tha vazhdo. Intervista pak më e veçantë është intervista që e kam pas me presidentin historik Dr. Ibrahim Rugovën, me viti ka qenë 2002 për lumturimin e Nën Terezës në Vatikan. Në atë kohë nuk ka pas shumë gazetar që kanë përcjell për lumturimin e Nën Terezës. Miku im, ka qenë vërtet një moment i papërshkrueshëm tek sheshi Shën Pjetri pra në Vatikan, që në atë kohë ka qenë 96 metra flamuri kombëtar në sheshin Shën Pjetri, dhe asnjëherë nuk është përsëritur ai flamur që kanë ardhur prej disa mërgjimtarëve, veprimtarëve tonë prej Britanisë Madhe, pra prej Anglisë. Në atë kohë delegacioni i Kosovës ka pas qenë i përfaqësuar nga Ibrahim Rugova, kryetari i Gjakovës, edhe shumë personalitete tjera, dhe unë në hotel
e gjeta presidenti Rugova dhe realizova një intervistë që i për presidenti Rugova tashmë i ndjeri, arkitekti i pavarësisë Kosovës, unë e çmoj shumë punën edhe kontributin e presidentit me urtësinë e tij, besoj që edhe të gjithë të tjerët, atë sidomos ju shqiptarë që jeni në Amerikë, mërgjimtar tanë, sepse kontributi i presidentit Rugova në atë periudhë ka qenë vërtet i shejtë për t'i bindë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, miq tanë amerikan. Ju kujtohet për herë të parë vizitat e kongresmenëve amerikanë gjatë kohës periudhës Ibrahim Rugovas. Nuk jam politik, nuk jam në asnjë subjekt politik, e din të gjithë, edhe të rishikues tuaj, nëse gjejnë elemente që jam në një subjekt politik, atëherë unë këtë intervistë do ta fshi nga historia jeme. Kështu jam shumë apolitik, po jam shumë i drejtë për drejtë. Edhe ajo intervistë ka qenë shumë e veçantë me presidentin Rugova, po edhe një intervistë që nuk do ta harroj për jetë, ka qenë intervista me Azem Hajdarin, pishtarin e demokracisë. Në selinë e Partisë Demokratike në Tiranë isha student dhe Perikli Teta në atë kohë ishte ministër i brendshëm i Shqipërisë dhe i paralajmëroi nëpër disa media të shkruara të asaj kohe se zoti Azem Hajdari pritet që të ketë një atentat. Dhe gazeta Rilindja që unë shkruajsha për shumë gazetat në asaj kohe, ata më autorizuan që të shkoj ta bëj një intervistë ose një bashkëbisedim. Edhe pse ishte vështirë që të deportoj, mirë po falë me që isha nga Kosova dhe neve na donin kur i thash unë jam nga Kosova, sidomos nga Presheva, ata neve na respektojshin shumë Shqipëri, po flas për vitin 95, pa dhe sot, sa i shteti jonë është, edhe unë hyra në Partinë Demokratike përmes disa personave që ishin aty, edhe unë e realizova. Kur sa harroj nderum, për herë të parë do ta them publikisht, pinte cigare Marlboro Light. Edhe më tha pija një cigare njerë, unë s'kisha diktofon, po e shkrysha, se s'kishmi atëra as aparata, s'kishim. Edhe më jep një cigare, tash unë nuk e pi cigaren, zoti Hajdari. Dhe tha, a ke bab ti, thash po, merr tha cigaren, tha ndoj të veshje, tha si shqiptar, tha ndojnë të veshje, tha ku ç'është e çon babës sa cigaren, edhe i thu që ta ka dërguar një njeri prej Shqipërisë. Unë emocionova shumë. E realizova intervistën. Pas 5 ditë apo 7 ditë i nderuam, Azem Hajdarin e përshkatojnë para Partisë Demokratike. Kjo është një intervistë që unë emocionona shumë kur ta kujtoj, sepse ka qenë një burr i madh, një adhetar i madh dhe lavdi për jetë, veprës dhe jetës të presidentit Rugova dhe Azem Hajdarit. Pastaj kujtoj intervistën me Wesley Clark në Manhattan që kemi realizuar. Kemi qenë së bashku me Lukman Halilin të ndjerim mikun tim. Kemi pas shkuar atje edhe me mikun ton që jeton në Amerikë është gazetar, po ashtu Halil Mule që na pat mundsu me shku deri atje, edhe shku me realizuar, na pat prit shumë mirë. Edhe intervista ka qenë e mirë edhe e veçantë. Gjitha intervistat e din sepse kanë emocione, tash nëse hyun këtu tash nuk di me ndalin nderum, sikur këta futbollistët Ronaldo dhe ky Messi, kur ti në fush ata zin mund dalë. Edhe unë kur më kishtin në këtë fush, unë e kam shtin me dalë për kësaj. Do të flas pa dorza, do të është kënaqësi, po bashkëbisedoj me ty. Është një kënaqësi se ky rrugtim gjigant që është për juve është me të vërtetë një meritë e madhe për këto vite që ke bërë. Duhet të di mirënjohjet që ke marrë në këto vendet. Në vendet të ndryshme ke marrë mirënjohje. Miku jem, shpesh me bashkëshortën time, edhe me vajzat, thonë, babi, shumë e mirënjohje, hiqeve të lutem se po na e prish në atë kuptimin, sepse shumë mirënjohje edhe kur vjen dikush mendon se ja që babi po e tregon egon. E kam një podrum poshtë, jo që s'kan vlerë, ato kanë vlerë shumë sepse ajo është pasuria jeme. Unë thash, këto libra që do të flas pastaj më vonë, që i kam këtu kredi kom bogati për ty nderum, edhe për të rishikues këtu. Tu kam shumë libra, revista, pastaj që do të flasim besoj. Besoj që nuk do të jemi i tepërt me të rishikuesin tënd. Kam shumë mirënjohje dhe i falenderoj pafundësisht të gjithë, sepse kur marr një mirënjohje më duket që ku marr e ku mbush konton time edhe në të aspektit financiar. Po në aspektin shpirtëror jam shumë i pasur me gjithë këto mirënjohje. Kam shumë mirënjohje. Kam shumë mirënjohje prej shoqatave, shoqërive kulturartistike, prej ambasadave, prej konsullatës Kosovës, prej ambasadës Republikës Maqedonisë, ambasadorët Recep Demiri, prej konsullatës, prej shkollës plotësuesi shqipe, që është shumë e veçantë për mua, lidhen arsimtarë dhe prindër shqiptar që kanë dhënë kontribut për hapjen e 3 paraleleve të gjuhës shqipe këtu në kantonin Argau, këtu në Zvicër. Pastaj jam antari i shoqatës lidhjes arsimtarë dhe prindër shqiptar në Zvicër, antar nderi i saj.
jam qytetar nderi i shoqatës humanitare Medvegja, që është një ndër shoqatat më të fuqishme nëse pan vatrën e quajmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund ta quajmë shoqatën humanitare Medvegja, që ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm për çështjen kombëtare dhe për të gjitha trevat shqiptare, ku i kemi grumbulluar me një monografi të kohës në vitin 2013. Këtu në këtë monografi 30 vjet në shërbim të kombit janë me proces verbale kontributi i kësaj shoqate në Zvicër me veprimtarët e tyre, sidomos pas rënies së Adem Jasharit, komandantit tonë legjendar. Maunat e para, ndihmat e para kanë hyrë prej kësaj shoqate në Drenicë për qytetar, po nuk kanë dhënë vetëm në Kosovë, kanë dhënë edhe për rastin e Gërdesit në Shqipëri, për televizionin shqiptar, për Trevçën, do thot për vërshime që ka pas Shqipëria në Kosovë gjithandej, janë të gjitha të dokumentume në këtë libër. Libri ka pas filluar me fjalët e Idris Zajetit. Në Idris Zajetit, ju e dini kush ka qenë Idris Zajeti, vitin 1972 në Kongresin Drejtshkrimor të Tiranës, ka qenë një ndër kryesorët me gjyqtarët e kohës që sot e kemi gjuhën e njësuar, je nga Korsha, je nga Gjirokastra, nga Gosivari, Tetova, Presheva, Lipjani, Prishtina, këto me radhë Dugagjini, po jemi shqiptar, kur të shkruajmë nuk e dim nga jemi. Kështu në të folurit mund të them. Edhe që thot, du ta përmendi Idris Zajetin sepse i nderuam. Du ta them një rast. Besomni, kam pas rast të takoj disa herë akademikun Idris Zajeti. Është një personalitet gjigant i kombit tonë që ka dhënë vërtet shumë. Ka dhënë shumë kontribut madh, sidomos për gjuhën, 40 vjet. Dhe fatkeqësisht nuk ka pas djalë mirë. Besomni, ka banu me një banesë katën e 4 apo katën e 5, kështu diçka mos gabofsha në Prishtinë dhe nuk ka pas ashensor. Edhe gjendja e tij në aspektin financiar ka qenë shumë e rëndë, saqë mund të them edhe në pamje kur është organizuar e pamja kanë participu shoqata e familjar të tij. Që thot, kjo është një për librin, thot, du ta tregoj një rast. Medvegja është dhe mbetet Troja shqiptare. Ndërkaq kjo shoqatë për mua dhe medvegjasin në diasporë për këtu në Kosovë paraqet tempullin e mirësisë dhe bamirësisë. Kjo shoqatë është përfaqësuesja më e denjë Medvegjes në botë. Besoni Medvegja për momentin e nderuar nëse na e përmendim Çamërin sot, ne kemi sot Medvegjen. Presheva është pak më ndryshe dhe Bujanosi, ndërsa Medvegja ka ngel pa shqiptar. Është në një gjendje shumë qëllimshme. Prandaj kjo është çështja e mirënjohjeve të mia i nderuar. Jam edhe kryetari i shoqatës humanitare Lugina e Preshevës në Zvicër, me veprimtarin mbi 20 vjeçare, dhe këta ka dhënë kontribut sidomos për çështjen e lapidarit në Preshevë, pastaj për çështjen e bashkë me shoqatën e Medvegja dhe shoqata të tjera të Luginës Preshevës. Shqiptarët e Luginës Preshevës janë unik mes veti. Gjithçka që të bëjmë ne jemi bashkë me gjitha shoqatat që veprojnë këtu në Zvicër, po edhe në shtete të tjera. Pastaj unë jam mundu i nderuar që ti faktizoj, ti ruaj dokumente. Është libri tjetër i shoqatës Lugina Preshevës, 10 vjet në shërbim të kombit, gjithashtu është botuar në vitin 2016, tash në 2026, do thotë është bë mbi 20 vjet veprimtari shoqata humanitare Lugina e Preshevës. Kjo shoqatë gjithë varrezat e dëshmorëve i ka rregulluar, do thotë që të kujtohen ku ka rënë, është flamuri edhe tek varri po flas për Preshevë, sepse kemi 28 dëshmorë. Shumë interesant miku jem. 28 dëshmorë Presheva, Bujanovci dhe Medvegja i ka dhënë, 14 janë nga Kosova dhe 14 janë nga Lugina Preshevës. Dhe janë 28 jetima që i kanë lënë këta dëshmorë. Prandaj janë disa mirënjohje që janë edhe këtu në libër që kemi përmend, po duhet të flas më gjatë. Do të flasim pak këto libra që na i tregove, një numër shumë të madh të librave. Nisëm të trego pak për librat. Kryesisht, miku jam, kam filluar të botoj me libra. Është intervista ime e parë që flas kështu për veten. Kështu, a din, kam miq shumë, kuptohet për media, po i kam miq gjithmonë të flas për veten time. Po në një ditë shumë të veçantë, në rastin 250 vjetorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kur kemi dy shtete, shtetin e Shqipërisë, shteti jon kombëtar Flamuri Kuqezi që është në NATO, dhe Kosovën tonë pavarur, edhe me një mik timin që jeton në Amerikë,
Noli me këtë televizion jashtëzakon shumë të mirë, me një pamje shumë të mirë, po më duket që nuk ka ndaj dridhje se na ik diçka zëri, kështu që shumë mirë. Po flas kësaj herë, po flas le të del këtë thon. Po gjithçka çka flas i argumentoj me fakte. Libri i pari është botu nga shtëpia botuese Vatra me poezi në vitin 1996 në Prishtinë nderuam. 1996. Në atë kohë ka qenë redaktor i librit Yunus Fetahaj, ndërsa recenzent Alide Jasici dhe Hasan Hasani. Hasan Hasani ka botuar Leksikonin e shqiptar 1500 sa kështu me radhë. Do thotë ka qenë shumë e vështirë për të botuar në atë kohë, sepse nuk botoshin gjithçka. Edhe është dashur të kemi shumë kujdes sepse dim sistemi i asaj kohe që përcjellte. E kam një poezi kështu interesant në atë kohë, thotë kam Karadaku, Karabi, Kosova, kanë një zog, ruaj një këngë, e ruaj një kohë. Mjafton për fillim. Këto krejt që janë për bashkim, unitet. Do të thonë këtë vetëm në aspektin kombëtar. Kjo është libri i parë, pastaj fillon i kam bën një zinxhir. Kopertinave jap shumë hapësirë në botimin e librave. Jo vetëm gjithçka që të ketë kopertinë. Ktu ka qenë një udhtim, një qendror udhtim. Udhtimet e mi mu ka dukur kur kam shku për të parë në Shqipëri prej Preshevës, mu ka dukur se 100 vjet udhëtimi, sepse misë se kam prit ta shoh Shqipërinë. 100 vjet. Mu duket se jam me një bark të vogël apo si isha me autobus prej Preshevës në Maqedoni, prej Maqedonisë me autobus, kështu me radhë desa mbrenëm nga rruga e vjetër nga Elbasani, andej, po kur mbrenëm në Shqipëri u kënaq edhe më duk vetja që më mirë. Sot e kësaj dite kur shkoj atje them, unë jam dashnimi tash. Se këtu më duket që jam dashnimi. Pastaj vazhdon miku em si vazhdimsi e kësaj, vjen leximi tokës. Edhe kjo poezi është një libër, mos flas për vetë librin tem, po një ndër kritik më të mëdhenj të kohës të krimtarisë, Adriatik Hallulli, profesor Adriatik Hallulli nga Universiteti në Tiranë, dhe kur se harroj kur e botova librin e pata shkruar dhe shkova te lidhja shkrimtarëve, isha student. Ka qenë viti 2001. 2001 kjo është botuar leximi i tokës. Po më herët e shkova tek te lidhja shkrimtarëve shqiptar atje në Tiranë, edhe takova Fatos Arapin, Dritra Gollin, Gjavair Spahijun, Adriatik Hallullin, profesorin, pe thon profesor, ka mundësi vetëm 1 minutë të lutem, tha me kënaqësi dashnim. Tash I kam disa poezi, tash po e marr guximin me t'i dhënë me lexu, edhe aja vlen ti botoj. Tha mi jep tha tregoj pastaj. Mas një javë kish lexu krejt, kish bë me vija. Bam, edhe edhe po thot dashim ta ja ku I ke librin, tha lirisht ta botoj, ata po me këto përmirësime. I kam përmirësime që I ka pas redaktuar profesori Adriatik. A di pse po e përmendi nderum? Po e përmendi se unë I thash profesor, sa kushtojnë këto puna, se sigurisht është kjo ka kosto. Thani çaj kamomile, pi mbashta dhe unë ta qarosja. Shpirti I bëv dritë. Pastaj miku jam vazhdova me aristokracinë e shpirtit, është gjithashtu Aristokracia e shpirtit është një libër që është botuar në vazhdimsi me poezi këto. Do thotë librat që po t'i prezantoj janë me poezi, po është në gjuhën angleze, pastaj kam në dialog me Gurin që flasin Agim Ramadani është mbas rrëzimit të kufirit shqiptar atje në Kosovë me brigada Agim Ramadanit që flasin për Gurin, është në gjuhën gjermane dhe shqip. Pastaj kam një prozë poetike, kohë me shumë vrima, quhet, proza është poetike me tregime shumë shkurta gjatë kohës time si student. Pastaj fillon Hënë e fshehur, gjithashtu është kjo me poezi edhe kjo është e botuar në qyshherët vitin 1996. Pastaj vjen 16 plumbat e fjalës. Pastaj këto poezitë e tjera janë që kanë botuar tash Alfabetin e jetës dhe Të shtënët e kohës, të janë botuar tash. Pastaj kam libra të tjerë nderuam që I përmenda ti më herët. Kam Adheon portativ që ta përmenda, kam Vështrim presidencial që duhet t'i them disa fjalë rreth këtij libri. Mund të them është libri I parë që është botuar Vështrim presidencial mbi diasporën shqiptare nderuam, janë logo e presidencës së Shqipërisë dhe logo e presidencës së Kosovës që I kanë bashku bashkë dy shtetet tona në një shtet. Janë presidenti, se si zgjidhet presidenti I Shqipërisë, se si zgjidhet presidenti I Kosovës, cilët janë detyrat e shtetit e presidentit të Shqipërisë dhe detyrat e presidentit të Kosovës. Gjithashtu ka marrë këtu prej fillimit parë, do thotë cili ka qenë presidenti I parë I Shqipërisë. Dhe prej presidentit të Sali Berisha edhe deri te presidentja e Vjosa Osmani, I kam intervista ekskluzive që nuk janë botuar në media, janë ekskluziv në këtë libër që flasin ekskluzivisht vetëm për diasporën shqiptare, sidomos për gjeneratën e re. Do thotë libri Vështrim
presidencial mbi diasporën shqiptare. Pastaj kam librin Rijeka Fole Fenix është nderuar, është një libër që është prit shumë mirë, është botuar në Rijekë të Kroacisë, e dini sepse nga Kroacia kanë dhënë kontribut shumë shqiptarë kroatët, dhe këtë libër e kanë botuar, do thotë libri është financuar nga qeveria kroate. Nga qeveria kroate, Këshilli për Pakica dhe Prefektura Drejtëtare Malore, Rijekë, du ta theksoj edhe diçka këtu në këtë libër. Kam shumë personalitete që flasin, që janë nga rrethina e Rijekës për kontribut dhënien në Kosovë para pavarësisë, gjatë luftës dhe para luftës në Kosovë, sepse shumica e luftëtarëve që kanë luftë, po flas pak në shpejtësi për shkak kohës, shumica e luftëtarëve, bashkëluftëtarëve, patriotëve tanë kanë dhënë kontribute për çlirimin e Kroacisë, sepse ne kroatët i quajmë ilirë, atë janë gjaku jonë. Edhe kanë dhënë kontribut shumë shqiptarë në Kroaci, dhe pastaj prej Kroacisë që kanë kryer ushtrinë ushtarake që kanë marrë me grada oficer, kanë dhënë kontribut edhe në Kosovë. Dhe ata janë në këtë libër. Çka duhet veçoj? Këtu është intervista e parë si presidente e kroate, Kolinda Grabar-Kitarović, ka qenë presidente e Kroacisë në atë kohë kur e kam botuar librin, ka qenë viti, tash ta shoh viti, cili vit ka qenë këtu. Kur e kam realizuar intervistën me presidenten, edhe këtu çka thot presidentja kroate, do thotë është fjali, është interesant sepse nuk është botuar nëpër media. Edhe kjo është ekskluzive për televizionin tonë dhe për teleshikuesit tuaj. Thotë të dhënat thonë se në mbrojtjen e Kroacisë kanë marrë pjesë 2579 shqiptarë, vullnetarë në luftën advetare. Prej tyre 87 kanë humbur jetën, do thotë kanë dhënë jetën për shtetin kroat, 37 konsiderohen të zhdukur dhe më shumë se 500 janë të plagosur. Sot, thot presidentja Kitarović, rreth 300 shqiptar veteran invalid lufte realizojnë të drejtat në Kroaci. Është një punë shumë e madhe e shqiptarëve që kemi dhënë kontribut edhe për shtete tjera, e jo vetëm për vetveten. Pastaj miku im është libri po nxjerr disa, mos të bëjnë Lugina e Preshevës, pjesë e unit kombëtar. Edhe ky libër është shumë interesant sepse është për herë të parë një president i shtetit shqiptar që vjen në territorin e Preshevës dhe të Bujanosit, pastaj edhe që takohet me qytetarët e Medvegjës. Këtu duhet të falëndëruar shumë ambasadorin, do thot, Flamur Gashi, që ka dhënë shumë kontribut që të vijë presidenti në Preshevë në bashkëpunim me Lukman Alilin të ndjerin, me mua dhe me shoqatët e Luginës të pastaj me Dr. Dërgut Aliu në Kosovë, dhe presidenti erdhi për vizitë për 7 orë e gjysmë, ka ardhur në Preshevë dhe Bujanoc, po është një ditë historike sepse erdhi për 7 mars. Erdhi për 7 mars për ditën e mësuesit. Dhe çka është më interesante e nderuar, do ta them publikisht, ardhja e një presidenti në një shtet tjetër, sepse faktikisht ata neve na quajnë që na jena në Serbi, Presheva, Bujanosi, Medvegja, dhe administrativisht ashtu i bie, po na kemi tregu sepse Presheva, Bujanosi, Medvegja, ju e dini, edhe të rishikuesit tuaj e dinë, është pjesë e Dardanis, pjesë e Kosovës. Ne kemi tregu edhe me 1-2 mars vitit 1992 që të ribashkohemi me Kosovën, të bashkohemi me Kosovën, të ribashkohemi me Kosovën, sepse kemi qenë bashku me Kosovën. Për këtë temë nuk duhet ndalen sepse ka shumë gjëra për thënë, por këtu janë disa intervista ekskluzive, se si e kanë prit presidentin Bujanishanit, tashmë të indjeri, shpirti i tij bëhet dritë në përjetësi, dhe kur erdhi në kufi nga Bujanosi në Konçul, nga ka pjesa e Bujanosit, nuk e ka prit presidenti serb, ai hyni në territorin shqiptar. Domethënë ai fituan sepse ai presidenti sikur kur shkon në Kruj, sikur shkon në Elbasan, në Korçë apo në Berat, në Gjirokastër, u futën në territorin e Preshevës dhe Bujanosit pa një pritje shtetërore serbe, po duhet me pritëm na, erdhi në Bujanoc, u taku me shumë, shkum në shtëpinë e kulturës në Preshevë, gjithashtu është prit. Gjitha mediat ndërkombëtare, mediat serbe dhe mediat tona shqiptare se si e kanë prit këtë vizitë janë të dokumentuar këtu, po edhe me fotografia, fjala e presidentit Bujanishani në Bujanoc, fjala e presidentit Bujanishani në Preshevë, e kështu me radhë shumë personalitete të kohës, kryetari i komunës Preshevës, kryetari i komunës Bujanosit, përfaqësues të Medvegjës, shoqatave, është bën një punë vërtet shumë, për 7 orë gjysmë vizitë e kanë bën një libër që të jetë një dokument. Është libri i parë për një president që del jashtë Shqipërisë aktuale në një territor tjetër. Pastaj i nderuar du ta theksoj edhe librin tjetër Diaspora shqiptare në Udhkryq. Gjithashtu është një libër
që është prit shumë mirë, po është botu nga Bashkësia Shqiptare e Qytetit Zagrebit dhe Prefekturës së Zagrebit. Në Kroaci kam shumë miq, e i falenderoj shumë sepse janë veprimtar dhe patriot arbetar shumë të mirë në Kroaci, si gjithandej shqiptar kudo që janë. Mos mendoni se vetëm në Amerikë ka patriota, ka dhe këndej patriota. Edhe ata ma kanë botu i ndërum këtë libër dhe këtu kam shumë personalitete që flasin për, sidomos për gjeneratën e 3 dhe 4, se ku do të mbeten gjenerata 3 dhe 4, dhe kjo është financu prej qeverisë kroate, dhe këtu e kam nderin që e kam pas një fjalë të kryetarit të asaj kohe Milan Bandiqit në Kroaci, Zagreb, që i thot disa fjalë rreth kontributit të shqiptarëve. Pastaj një libër tjetër që është botu tash ky është libër shumë interesant nderuar. Jemi aktualitet i keni përcjellë disa media të tona tani, sidomos mbrami bash në Kosovë, po maltretohen bashkëdhetarët tanë që po shkojnë nga Serbia për pushimet verore, sepse tash prej sot kanë filluar pushimet verore në Zvicër, edhe pastaj mas një javë tjetër fillojnë edhe pushimet gjenerale në këtë Zvicrën. Dhe shumica e mërgjimtarëve tanë, sepse rruga është poshtë më e shkurtë dhe rruga poshtë më e mirë këndej nga Serbia, mi po ku po arrin në kufirin e Serbisë, po kanë maltretime, po i marrin, po i maltretojnë. Mbram bash, dëgjova që ja kanë marrë një bashkëdhetar tanin policia dhe e kanë arrestu. Disa të tjerë i kanë denu, ja kanë marrë telefoni, i kanë pa video e inqizime të tjera që kanë pas gjithkush që kanë telefon, kanë pa UÇK e tjera, i kanë denu edhe me pare deri ka 3.000, 4.000 euro, 500 euro, kështu me radhë, plus maltretime ata janë me familje, sepse ne kur shkojmë këndej nga Evropa për Kosovë, të din bëjmë udhime nga 24 orë deri në 32 orë nderuam, çdo 2 herë në vjet, në prill për Pashkët dhe tash gjatë verës, po gjithashtu edhe dimri, po dimri të udhimit janë më të vogla. Dhe unë me një mikun tim, Florin Museini nga Kërçova, kemi bërë këtë udhim nga Mali i Zi, këndej nga Italia, kemi dalë në Ilirska Bistrisë, këtë pjesën e Ilirëve të Slovenisë, dhe kemi dalën nga Mali i Zi në Kroaci, do thot Malzi në Shkodër, edhe për me mbri në Shqipëri dhe pastaj për me dalë në Kosovë. Edhe kemi bërë që udhtoni andej sepse është edhe më mirë, edhe ato të holla, pse me i lonë në për Serbi, kur ato të holla të udhtimit, derivateve, ushqime tjerë, i lëjmë në shtetet tona më mirë në Kosovë dhe në Shqipëri, se sa me i lonë në Serbi, dhe nuk kemi maltretime jemi të qetë në familje, nuk kemi probleme. Vërtet është rruga pak më e gjatë, po është një përjetim i veçantë sepse përjeton shumë sende, shef shumë gjëra të mira. Ndalesh tek Ilirska Bistrica që tregova, ndalesh në Tivat, që është themeluar qytet prej mbretëreshës tonë Teuta, pastaj te varri Gjergj Kastrios Skënderbeut, në Fisht mund ndalesh në Shkodër, mund të hash një drek, një fëmijë të tanë frymëzohen pak më shumë, mund të ndalesh në Ulqin, e kështu me radhë dhe pastaj shkon në Kosovë dhe bën pushimet. E kemi bërë këtë udhtim domethënë prej Zvicrës, këtu mbrapa është flamuri i Zvicrës, këtë udhtim deri këtu në Kosovë. Sa zgjat udhimi, ku është mirë të ndalesh, si lloj guide, po është me lloj përshkrime me fotografia, me kreta edhe në Kosovë, pastaj kur shkoni çka me vizitu atje. Vetë mbetet, ndoshta nuk lexohet, po mbet dokumente referencë dikujt në të ardhmen që ja vlen. Para pak ditësh kemi nxjerrë edhe një libër tjetër për një mik, një ndër doktorët më të mirë ginekolog të Kosovës, doktor Dërgut Aliun. Jo vetëm se është ginekolog. Doktor Dërgut Aliu gjatë kohës së luftës Kosovës ka qenë doktor që ka shëru plagët e çlirimtarëve tanë të UÇK-s në Llap, sidomos në Podujev. Dhe doktori vjen nga Bujanosi dhe e pa 30 vjetorin e spitalit të tij dhe 40 vjetorin e tij në karrierë si doktor. Dhe pat një mbrëmje shumë të mirë në Prishtinë, dhe unë ja dhash idenë të doktor, nuk duhet të më paguash asgjë. Botoj një libër sepse kjo jetë dokument, sepse dasma kënaqën miq duke ngrënë, duke pirë, mirë po pas 3 ditë mund të harrohet edhe të mbetë një dokument, një frymëzim. E kam fjalën gjithmonë një frymëzim që them gjuhën për gjeneratat që të vinë nderuar. Jo për me kënaq epshin e këtij. Pse na kur nuk jam nga ata që vallai ka qenë i mirë ky zotria dhe kur ndroje jetë ja botoj një libër. Jo për jo sa je ngjallë duhet ta di vlerën. Se kur të vdes unë nuk dëgjoj çfarë flet ti flet për mua. Unë duhet të jem sa jemi gjallë t'ja dim vlerën këtyre advetarëve, patriotëve tanë, që të jetë frymëzim me dokument, e jo me video e me gazeta me të tjerë, por le të mbeten libra, dokumente me fakte që të e vërtetojnë të tjerë. Pastaj doktor Dërgutit e ja botova këtë libër, është prit shumë mirë sepse kam shumë personalitete në libër. U bëra gjysmë ginekolog nga ajo që. Dhe libri tjetër që
thash ta ndaj me teleshikues tuaj, është Recep Demirit, ambasadorit të Republikës së Maqedonisë. Është një patriot i madh Recep Demiri. Po e them sepse nuk po frikojmë sepse kam Amerikën brapa. Ambasadori Recep Demiri, miku jam, ka qenë konsul i përgjithshëm i Republikës së Maqedonisë, pra i liridës në Gjermani, në München, dhe pastaj ka ardhur në ambasador i Republikës së Maqedonisë së Veriut këtu në Zvicër. Mirë po, të gjithë mërgjimtarë që në Zvicër i thonë ambasadori i Kombi. Ky ka dhënë kontribut gjatë luftës Kosovës bashkë me babain e tij, pastaj shtëpinë e tij në Golem, në Shqipërisë, e ka stemën e UÇK-s dhe një plakat që shkruan sepse aty ka qenë si kala e ushtarëve të UÇK-s që janë përgatit. Pastaj gjithashtu edhe në Argau, këtu në kanton Argau, shtëpia e ambasadorit, do thotë, prindit i tij ka qenë si vatër intelektualëve që kanë rrjedhë pastaj edhe UÇK-ja që është lind dijes, UÇK-ja ka ardhur prej Zvicrës me Ali Ahmetin e me shumë personalitete të tjera të kohës, që është kriju dhe pastaj ka vazhduar. Po flas për Farkun, pastaj për UÇK-n, po gjithë jemi me një flamur, gjithë qëllimin e kanë pas çlimin e Kosovës nga thembra e krye kriminalit Milošević që vdiq me turp në Hag. Ekuilibri është botu, po çka është më interesantja? Ambasadori nuk e ka ditë që botohet libri. Nuk e ka ditë. Kemi pas 307 musafir në promovim të librit. Pra mendo, 307 musafir, elitën e shqiptarëve në Zvicër. Kemi pas ambasadorët e Shqipërisë të Kosovës, kemi pasën kryetarët shoqatash, shkollës plotësuese shqipe, gra, zoja, do thot, sepse në Zvicër, sidomos tash në kohën e fundit, nuk marrin pjesë mërgjimtar vetëm burra, po shkojnë bashkë me gra. Kjo është një e mirë që do thotë që ka filluar me ndryshu, sepse përpara kur ka qenë çështja e Kosovës, zgjidhja e Kosovës nëpër klube shqiptar, nëpër Zvicër, kanë mbledh parë sepse janë mësuar nga ato monografi që i kanë punuar nga proces verbalet, për një natë i kanë mbledh 50.000 deri 100.000 franga. Po kanë shkuar burra, kanë deri në mëngjes. Kur kanë ardhur te shtëpia, tani edhe gratë kanë përkrah, sepse nuk ka qenë lehtë nderuam, kanë një kredi për çlimin e Kosovës, për pavarësinë e Kosovës, sepse nuk ka qenë vetëm çështja e luftës, është dashur të kuptohet, duhet të kemi financa, duhet të kemi garderobën, duhet të kemi ushqimin e kështu me radhë. E ky libër e ftuam në ambasadorin në promovim, bile janë edhe videot që janë inqizuar, edhe na ja japim, i bënëm 2 promovime. Promovimin e librit të rrugtimit që i ftuam njerëzit, edhe ambasadorin, tham ambasador, na sot do ta promovojmë librin e rrugtimit, do të jesh musafirioni, edhe ai. Ai nuk i diti se do të jetë edhe libri i këtij. Edhe 307 musafir që kishim si kemi numëruar, 307 musafir. Miku jam, ndoshta supora i tepërt, edhe ambasadori del flet aty e merr librin, se secili ambasador që ditë mi përshëndet, na jepshmi librin e udhimit. Këtë librin e udhimit ja jepshmi, këtë libër. Për me folë rreth librit ton. Edhe ambasadorit ja dham këtë me flurimin. Edhe ambasadori doj të nderuar bashkëdhetar, unë kam përcjell punën dhe kontributin e florimit dhe dashnimit gjatë këtij udhëtimi të vështirë, bile kanë pasur një ndeshje në Maqedoni, këta nuk janë ndërzuar, kanë shkuar nga buxheti i tyre, i xhepit të tyre, e është mirë ta lexoni që për brezën e ri të mbetet kujtim, është libri im kur e ka pa kështu. I filloi trupi më drill. E shkuan e kapun për dorë, tham se po bjen to. Pastaj pyeta ambasadorin, tash ambasador, si u ndjeve, lutem. Ambasadori tha, si më ka duk, sikur kur të mësonte korrenti, rryma, çfarë ta bëj vetja, më drill ky trupi. E kjo ka qenë një mirë shumë i kujem sepse flasin shumë personalitete rreth librit të tij, flet Alfred Mujsiu, presidenti i Shqipërisë, pastaj flet ambasadori i Kosovës Mentor Latifi, flet Ali Ahmeti, kryetari i BDI-s, flet Lazim Destani, një filantrop. Pastaj flasin edhe shumë persona tjerë që janë këto në këtë libër. Dhe me dokumente, po domethënë se ka ditë ambasadori. Jena mundu t'i mbledhim gjitha materialet e ambasadorit. Atëherë, do t'ju pyes rinia, sa janë të interesuar të lexojnë libra apo po largohen ditën e sotit? Nëse është pyetja për këtu në diasporë, rinia e mërgatës shqiptare në përgjithësi duke shku nga mentaliteti zvicran, lexojnë libra. Po nuk mund të them që lexojnë libra shqip. Pse? Sepse për mentalitetin e fëmijëve të rive, nuk është këta libra që i kanë botu unë, ndërrum. Jemi optimist, realist, jemi realista. Sepse nuk i kuptojnë. Këtu është faji. Faji sepse unë me disa shkrimet e mia, me disa opinionet e mia, po e ngrej zërin, ndërrum. Ne mërgata shqiptare në Amerikë dhe në Bashkimin Evropian, kudo që t'jemi,
duhet të përqendrohemi tek gjenerata e 3 dhe e 4 të nderuar. Të mos përqendrohemi më ta ndihmojmë Kosovën dhe Shqipërinë. Dëgjoni shumë mirë çfarë po e them, me zemër po e them. Me zemër, sepse Kosova sot është shtet. Kosova ka institucionet e veta. Shqipëria sot është shtet i fuqishëm, është në NATO, është në prag Bashkimit Evropian, pavarësisht gjërave që duhet të rregullohen e të tjera. Mirë po ne si diasporë, po e flasim mërgat, se s'po gëzoj ta them diasporë, se më duket them si jemi fare humbur. Po ne si diasporë jemi një potencial i fuqishëm, ta ruajmë, si ruajmë, kur ta ruajmë gjuhën. Nëse nuk e flasim gjuhën, nderuam, ne kemi humbur. Ne kemi shkollën plotësuese shqipe në Zvicër. Lidhen arsimtarë dhe prindër shqiptarë. Është i vetmi institucion që i bashkon gjithë shqiptarët në një kulm, në një kala. I bashkon shqiptarët e të gjitha trevave shqiptare, gjithave subjekteve politike dhe besimeve. Është i vetmi institucion që i bashkon gjithë shqiptarët. Shqiptarët jemi të bashkuar në për shoqata, në për klube, në për organizata të ndryshme partijake, dege, partive të tjera. Po na helmojnë, po e them kështu, po na helmojnë me politikë Kosovës këtu. Ne nuk kem nevojë për politikë Kosovës këtu. Ne kem nevojë që të harrojmë bërthamën tonë. Ne kem nevojë për me na ndihmu shteti i Shqipërisë dhe Kosovës se si të institucionalizohet gjuha shqipe në shtetin zvicran. Sepse Zvicra nuk e ndalon, po flas këtë rast për Zvicrën. Zvicra nuk ta ndalon mësim besimin e vendit prej nga vjen. Janë në Zvicër janë 86 xhami shqiptare, miku jam. 86 xhami shqiptare, nuk është rrezik për shtetin zvicran. Janë shkolla plotësuese shqipe, është një numër shumë i vogël i fëmijëve që shkojnë. Pse nuk i çojnë fëmijët në shkollën shqipe? Ne duhet t'i dërgojmë fëmijët në shkollën shqipe. Mirë po, duhet të na ndihmon shteti i Kosovës të vi këtu, ata ministra përkatës të qeverisë Kosovës, të gjitha qeverive, dhe qeverive që do të vinë. Ta ndihmon me shtetin të mbajnë kontaktet me shtetin zvicran që ta fusin plan programin e gjuhës shqipe në shtetin zvicran, sepse atëherë na jemi të garantuar që ta ruajmë gjuhën shqipe. A di si ruhet gjuha shqipe i nderuar? Si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në përgjithësi po flas në emigracion. Ruhet përmes shoqatave, përmes klubeve, përmes këtij televizioni tonë, sepse një televizion, një media e mirë, është një antar i familjes, miku jam. Është një antar i familjes, sepse ata shikues që na shikojnë sot, ata janë me familjen apo shtëpitë e tyre. Ata duhet mësojnë diçka prej këtij muhabeti, këtij bashkëbisedimi që flasim na. Nëse qesim na amoralitet, e gjëra të fllihta dhe ata arsimohen prej kësaj, merrin prej kësaj. Prandaj po them, ka ardhur drita e fundit, them, drita e jeshile, drita e gjelbërt, që institucionet tona të punojnë më shumë sepse jemi të shku tu asimilu. Fëmijët e tanë flasin më shumë gjuhën e huaj se gjuhën tonë. Ata janë krenarë që bojnë shqiponjën. Me Granit Xhakën, me Gjerdan Shaqirin, me këto futbollistat, edhe me Rita Orën, me Dua Lipën. Mirë po nuk mjafton kjo. Na duhet ta ruajmë gjuhën, ta flasim mirë gjuhën shqipe. E çysh si vjen kjo? Kjo vjen vetëm në mënyrë institucionale, se nuk shkon vetëm nga xhepi. A den ti miku jam se në Zvicër lidhja arsimtarë prindër shqiptar kohët e fundit është përça. Tash janë 2 shkolla shqipe. Kush i përçajti këto? 2 shkolla shqipe janë në Zvicër që lidhja arsimtarë prindër shqiptar kanë mbi 30 vite veprimtari. A be vogël e madhe që ata kanë dhënë kontribut që sot fëmijët e tanë të flasin gjuhën shqipe sepse kanë shku mësimin e gjuhës shqipe. Ata i këndojnë Ismail Qemalit, ata i këndojnë Gjergj Fishës, ata i këndojnë Gjergj Kasios Skënderbeut, Nën Terezës e gjithë adhetarëve tanë që i kemi në për histori të shumë të në infrashët e kështu me radhë. Ata i mësojnë aty sepse prindrit tanë, na si prind ti, edhe ne si prind, nuk kemi kohë aq shumë të flasim edhe nuk kemi kompetent. Nuk kemi ndoshta edhe kompetent që të flasim për historinë, të flasim për kulturën, të flasim për sociologji, për traditat tona, ne mund të flasim gjuhën shqipe. Mirë po jemi realist, edhe gjithë marrëdhëntarët që do ta dëgjojnë këtë intervistë, ata do të binden këtë sepse flasin më shumë gjuhë huaj se sa gjuhën tonë. Prandaj them, ka ardhur momenti që institucionet tona mos vinë në Amerikë të rrinë në restorante e takohen përmes lobistëve tanë, veprimtarëve tanë, ti takojnë kongresmen tanë amerikan, miq tanë amerikan, apo të vinë Zvicër të bëjmë takime me personalitete këtu, edhe ta mbushin normën e tyre për fituar vota edhe të rrinë në parlament apo në ministrinë e tyre. Po t'japin kontribut konkret për mërgatën shqiptare. Për mërgatën shqiptare që kjo mërgat ka sakrifikuar dhe sakrifikon sot e kësaj dite gjithçka, edhe jetën për të mirën e atyre trojave shqiptare. Ne do të organizohemi sepse janë organizuar ditë më të vështira. Kujto ti rilindasit tanë në Rumani, në Bullgari, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E gjithandej, edhe sot e kësaj dite në këtë fort,
Ti paramendo para pak ditësh i nderuar. Para pak ditësh vjen ansambli Troje. Që të kam njoftuar edhe ty që e ke përcjell, faleminderit për mikpritjen që e ke bërë ti. Sokoli pasaj në Panvatrën. Vin 14 persona me vet buxhetin e tyre nga xhepi vet, le kohën, s'pe flasim kohën. Vin special për me marr pjesë me një ansambël që organizohet në një festival që është organizuar në Detroit për Lahutën, sepse është viti i Lahutës. Pse vinë ata të ri dhe të reja, janë të lindur në Zvicër. Vinë me vetëm një qëllim që tregojnë edhe të krenohen se janë shqiptarë. Prandaj ka ardhur koha, edhe bile jemi të vonuar që institucionet tona të japin kontribut. Të bëjnë diçka. Pse unë kam kërku, i nderuar, kam kërku që ta kemi muzeun e diasporës shqiptare në Prishtinë. Pse na mos me pas diaspora shqiptare muzeun e diasporës? Unë vetëm të vjen një ministër të dal fotografi, edhe t'ju tregoj që unë u fotografova me kryeministrin e me presidentin e me ministrin e me kryetarin e komunës e kështu me radhë. Unë du rezultate. Ne dojmë rezultate mërgata shqiptare, sidomos gjeneratët e tretë. Nuk kemi në ata mërgjimtarë që kanë punu me lopata e që kanë la emë. Sot kemi doktor shkencash, kemi akademika, kemi mjek, kemi shkencëtar. E ki shkencëtari më të madh shqiptar i ki sot në Zvicër në Rom. E ki të ginekologa, ki demencës, ki gjitha fushave të fizikës, të kimisë. Vetëm në Universitetin e Zürichit i ki mbi 1000 studentë në Universitetin e Zürichit. Ne nuk kemi universitetin tonë shqiptar. Përmes institutit që e përfaqësoj, që kemi themeluar bashkë me Lukman Alinin, kemi bërë institutin shkencor helvetik të Evropës Lindore, sepse kur ishte pyetja jote e parë, cili është ndryshimi i diasporës shqiptare prej viteve të mëhershme dhe viteve tashme. Diaspora shqiptare ka pas qëllimin çlirimin e Kosovës, pavarësinë e Kosovës. Tash nuk është çlirimi i Kosovës dhe pavarësia e Kosovës. Tash që të harrojmë gjeneratën e 34, po gjithashtu të financojmë Kosovën, se sot është patriot ai që investon në Kosovë. E jo me ikën rinia e Kosovës, me ikën na për Zvicër, na për Evropë. Në ka takuar disa herë kam shkuar me autobus i nderuar. Kam bërë gjithë këtë rrugë ka 30 orë vetëm i pa të rit që zhvinë në për Evropë edhe janë në një gjendje të merrueshme. Besom që na për dogana, shpesh policia e doganave që është rregull, në çdo shtet bashkimit evropian, i pyesin sa parë i me veti, sa lek i me veti. Edhe ata shikojnë se nuk kemi lekë dhe shpesh kanë dashur me kthy mbrapa. Shoferët e autobusit, si i dinë këto rregulla, i kanë thënë, jo, neve na i kanë dhënë parë për me rujt ato të holla, edhe këta shkojnë rrinjë një javë dhe do të kthehen. Paramendon miku e me, gjithmonë të nënçmuar, ne shqiptarë nuk duhet të jemi nënçmuar, sepse kemi dhënë botës shumë personalitete. Prandaj duhet të jemi krenar me këtë që kemi sot, po shtetet tona duhet vërtet punojnë. Edhe ata ambasadora, edhe ata konzuj, edhe ata ministra, edhe ata kryetar komunash që vijnë nëpër diasporën tonë shqiptare, të vinë me projekte, të vinë me bashkëpunim, të thirrin mikun tim Nolin, që e bën një emision pa cenzurë, që e bën një emision pa tholla, që e bën një emision me vetëm një qëllim për të mirën e teleshikuesve, bashkëdhetarëve tanë, me shumë vështirësi, se nuk është e lehtë të mbash një media miku em në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ka kosto. Prapa te ekziston një regji, janë regji siç e di që më tregove, janë edhe amerikan, unë i përshëndes nga zemra, pa dhe ata që janë mbrapa kamerës, do thotë, këtë këto janë prej financës tonë, këtë këto bëhet përmes një marketingu të vogël që ti mujtesh me bajt. Për çka mbati këtë emision? Se ti do të ngritesh përmes televizionit, jo, ty të njohin krejt, po ti don me rujt, me dhon hapësirë dashnimit, me dhon hapësirë atij tjetrit dhe atij tjetrit për me dhon kontribut për çështjen tonë kombëtare i nderuar. Sepse mos harroj nderuar, edhe pas gjithë asaj bisede, gjithë asaj fabriket madhe informacioneve që i kam, që më sillen nëpër kokë me gjithë veprimtarët që rrin këtu parë, janë lodh njerëzit, sepse nuk ka të na shqiptar meritokraci. Nuk i japet hapësirë njerëzve që punojnë vërtet që e duan vendin, po i jepet vetëm njerëzve që janë anonimusa dhe përmes medjave bën publik dhe bën shumë njerëz dishëm, që i mësojnë 3-4 fjali, përmes atyre 3-4 fjalive si një poezi e dashnimit, edhe me çato poezi thonë na njëri është dishëm. Ndërsa shkencëtar, gjendja akademisë shkencave, paramendo unë nuk kam mjetë të botoj libra të tjera sepse duhen para me pas kushte. Nuk kam projekte që nuk mundem. Tregova projektin e muzeut të diasporës, miku jam. A është e gjuna mos me pas në shqiptarët e diasporës, muzeun e diasporës në Prishtinë. Jo unë me punu, ose ti ose ai tjetri. Le ti punojnë 3-4 vetë në Prishtinë dhe aty ta ketë kandin Gjim Xhema, ta ketë kandin Ekrem Bardhi, ta ketë Kami Ali Baraktari, ta ketë Sokoli, ta ketë Elmi Berisha, ta ketë Noli, ta ketë shumë personalitete aty që kanë dhënë kontribut. Na as kushti s'kemi dhënë kontribut që të na di dikush, sepse kemi obligim, se tek e fundit jemi shqiptar.
Mirë po pse fëmia jem nesër nipi jem besa ime kur shkon në Prishtinë thot dalave me shkronjën D, babi jem ka dhënë një kontribut, ka potube do librave, ka punuar pa parë për çështjen kombëtare, për çështjen apo radhëun, le ta ketë një kand me shkronjën D, dashni me bibe, një biografi me 4 rreshta. Për filanin, për X-in, për Y-in, po flas për veten time, po flas për të tjerë. I nderuam. Kemi shumë biznese shqiptare në Zvicër. Po flas edhe në Amerikë që janë shumë biznesmen të mëdhej, dihet. Lobi shqiptar ka dhënë kontribut edhe sot e kësaj dite. Kur ta përmendni shqiptarët e Amerikës përbes, duhet të lëvizim nga vendi. Vetëm Zoti i bekoft, i harujt familjet e tyre dhe shëndetin e gjithë shqiptarëve amerikanëve, se mos i kishin pas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e di ku do të ishim. Prandaj po them, na nuk kemi ku thashtë tema e biznesmenëve. Nuk e kemi një bankë shqiptare në Zvicër. Po flas, pse mos të pasni një bankë? Turqit e kanë bankën e tyre, italianët kanë bankën e tyre. Në Zvicër nuk po ta ndalon. Po flas për Zvicër se jam kompetent këtu. Pse na mos ta kemi një bankë tonë? Pse? Sepse na kemi bankierë sot. Kemi ekonomista sa dush që po diplomojnë këtu në Zvicër. Ta kemi në bankën tonë shqiptare. Në kuadër të bankës tonë dashnimi që me një pak, shkon në bankën tonë shqiptare. Sikur izraelitët, populli Izrael. Populli izraelitët punojnë mes veti dhe më të fuqishëm në botë. Pse? Sepse ata janë unik mes veti. Na jemi unik në folklor, në stadion dhe në përdasma në valle. Nuk kemi sa duhet, miku jam. Sikur të ishim sa duhet, do të ishim shumë më të fuqishëm. Nuk do ta kishim për shembull Bojanosin me të vegjël në situatë, nuk do ta kishim Shqipërinë në këtë situatë me protesta 35-36 ditë. Nuk do të shumë të pasur dhe shumë të varfër. Në Zvicër, në Shtetet e Bashkimit Evropian, kemi të pasur, kemi të mesëm dhe kemi të varfër. Tek ne kemi shumë të pasur dhe edhe të varfër. Kjo është e dhimbshmja jonë. Prandaj unë luftoj në kuptimin intelektual, unë do të mundohem, nuk do të dorëzohem, që ta kemi një bankë shqiptare, që ta kemi një muze të diasporës shqiptare. Projektin e kam të gatshëm, ja kam dërgu, mirë po nuk kanë kthy përgjigje prej Kosovës. Ja kam dërgu që ta kemi muzeun. Ata sigurisht do të kenë njerëz më të dishëm se sa unë në Kosovë. Megjithatë unë e kam nis këtë dhe ta vazhdon, le ta kemi një muze të diasporës shqiptare atje. Pastaj, pse na mos ta kemi, thash edhe më herët, një universitet shqiptar në Zvicër? Pse? Ose në Amerikë? Pse mos e pas një universitet? Pse na s'kemi kapacitet, as kemi njerëz? Jo pse jemi kundra universiteteve, shteteve mike ku jem të jetu, sepse këto janë shtete mike tona, sepse na shqiptarët e dinë, na kem tradit që i dojmë vendet që na kanë ndihmu, jetën e japim. Nuk ka popull ma dashamirës, ma vlla për Shtetet e Bashkuara të Amerikës se shqiptarët. Unë po të garantoj, 98% po flas, ose 99%, mos gaboj, me përqindje, janë të gatshëm sot me dhonë jetën për Amerikën. Janë të gatshëm. Krejt e dojnë Amerikën. Jo vetëm e dojmë në Amerikën. Jo, Amerikën e dojmë sepse është Amerika, Zoti i kësaj toke, që na ka ndihmuar dhe na ka ndihmuar. Fal kontributit juaj, miku jem, edhe të tjerëve, sepse ju ishit imazhi, edhe të tjerëve që sot nuk ekzistojnë, po emri i tyre përmendet përmes gazetës Dielli, që e ka ndërtu Fajkonica, e Fanoli, e sot është Sokoli, sot është kryetari i Vatrës e Minja, doktori, e shumë vatran të tjerë në gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, miku jem, na shqiptarët nuk i duam njerëzit që punojnë. Ne kemi bryla shumë me njëri tjetrin. Po e them me shumë përgjithësi, po e them këtë fjali. Edhe besoj që do të binden edhe ata që do ta shikojnë. Nuk jam unë nga ata sekti që unë u bëra diçka dhe vetëm shokët e mi ti marr mas veti. Jo bre jo. Shteti Zvicran çfarë bën ndërron? Shteti Zvicran çfarë bën? Një shoku im ka kryer farmacinë në Maqedoni. Ka në Zvicër është martu, i ka bërë letrat dhe pastaj këtu ka hyrë me një punë në farmaci këtu në apotekë, në baratore, si e thojmë na. Pas një kohë shumë të shkurt e vrejnë Zvicranës se ky ka interes, edhe shteti Zvicran e financon për me doktoru në Bazel të Zvicrës edhe në pjesën e Francës të shumë kufi me Strasbourg. Parmendo, a disa ka kushtu? Mbi 300.000. Mirë po, ka fitu shteti, ka fitu shkenca sepse ai ka zbulu barna. Ai ka zbulu me Pfizerin për çështjen e Covidit. Ai ka marrë pjesë në laborator në Novartis. Novartis është kompania më e njohur në botë e farmacisë. Ai zotëria është aty. Jo me punu hapa me paketu aty, po shkencëtarët. Miku jam, ki potencial duhet. Unë s'po them që ky zotëria ose unë ose tjerë do ta lojmë në Zvicra me këtë mundësitë e mira që na ka dhënë, edhe na do shkojmë në vendin tonë.
po na do të shkojmë mi mësu pak sistemin e punës, se nuk shkon veç me bryla, po shkon me merita. Edhe me fakte dokumente, jo veç folklor. Projektet dhe planet e tua në vijim dhe një mesazh për të gjithë shqiptarët, para se ta mbyllim. Plane i derum kam çdo ditë para pak kohësh e botova në bashkëpunim me ansamblin Trojit, revistën, ndoshta të ka rënë dorë apo jo, po te Panvatra e di që ka shku. Është ansambli Trojit, është një revistë periodike. Mbi 13 vjet kanë veprimtari ansambli Trojit, po nuk kanë pas një dokument. Unë gjithmonë jam që të lojmë dokumente, miku. Të lojmë dokument, jo vetëm muhabet. Të lojmë dokument sepse të parët tanë përmes odave, sepse oda ka qenë kushtitut e popullit tonë, oda ka qenë ligji, aty janë vendosë sendet, përmes këngëve sepse s'kan guxu kështu, sepse dihet çfarë situate kena përjetuar në shqiptarët e Kosovës, përmes folklorit që ka këndu, ka poshtë histori, pjesë historisë, respekt për punën dhe kontributin e të parëve tanë. Tash kanë mundësi tjera, kena mundësi, kemi televizione, kena media, po të kontribuojmë për gjeneratat që vjen. Mu po më dhem për gjeneratat e reja. Dhe kemi botu këtë revistën që këta erdhën në Amerikë, që sot janë ata në Amerikë, po kanë diçka me vetin, një produkt vetin që është një ansambël që kanë punu mbi 13 vjet, gjithçka me punë vullnetare. Kanë ardhur në Amerikë që tregova ty nga vetë buxheti i tyre. Pse pra për shembull, ne mos kemi një qendër kulturore shqiptar në diasporë? Pse mos ta kemi në një televizion publik, sepse unë nuk jam i huaj kur shkoj në dheun tem, se nuk kam shpitime në atje. Ti kur shkosh atje ti nuk je i huaj. Dhimbja është kur themi ne ata, edhe na thënë për ata. Ne jemi një. Unë shkoj në shtëpinë time, edhe ti shkon në shtëpinë tënde kur shkon në Kosovë në Lipian. Nuk shkon ti në vend huaj, je të shku në vendin tonë. Prandaj thon, na duhet lëm gjurmë miku jam, të lëm gjurmë. Edhe kjo revistë është një kontribut. Pastaj kemi pas kontribu edhe disa revista tjera që kanë qenë mujore. Është një zvicran miku jam, Kristof Darbelej, një personalitet i madh zvicran, politikën zvistrani, kryetari i partisë, një ndër më të mëdhenj në Zvicër, që ndonë plisin, apo si thuhet në Shqipëri qeleshen, në kokë, çka që ka miqësi me shqiptar, do thotë i respekton shqiptar. Prandaj na jemi të dashur në Zvicër sepse edhe ju shqiptarët e Amerikës, sepse kemi dhënë fal punit, fal mbërgjimtarëve tanë, ata që kanë la ata që kanë hap tunele, ata që kanë ndërtuar objekte nëpër Zvicër me ndërtimtari, me ato po kanë rrit imazhin që sot gjeneratat e reja po kryejnë doktorata, sot është krejt si diçka tjetër. Nuk është më gurbeti më parshëm që ka qenë. Pastaj edhe kjo Dialog Plus i ndërun kemi pas një revistë shumë të mirë, po nuk patëm mundësi financiare dhe e mbyllëm. Kemi pas qendra mediale për herë të parë në Zvicër në vitin 2003-2004, AMC Press, Albani Media Center që apo të marrë në Zvicër. Prandaj mesazhi, ndalem te kjo pyetja jote. Kam plane tjera, kam disa libra që du t'i botoj. Një libër du t'a botoj, faleminderit Zvicër për gjithë kontributin që e ka dhënë për shqiptarë, që na e ka hap dyert në ditë më të vështira që është dashtën, që për herë të parë trupat e tyre paqësori ka dërguar në kuadër të KFOR-it në Kosovë, dhe kemi një plak për falënderimi, do të thotë në Cyri, që është çekoslovakëve dhe e shqiptarëve për herë të parë, dhe Zvicra quhet Adheu Joni 2. Kam dëshirë ta bëj një libër me disa personalitete të fushave të ndryshme politike, shoqërike, kulturartistike, mësuesve, intelektualëve, veprimtarëve, shkolluar, pa shkolluar, të arsimuar, pa arsimuar, po me zemër shqiptare, me bindje, me gjak shqiptare, ti botojnë 2 libra me vazhdim këta personalitete, ti themi Zvicrës faleminderit Zvicër, jemi mirënjohës kësaj. Edhe disa projekte të tjera që kam shumë projekte që du gjithsesi Universitetin e parë shqiptar në Zvicër ta kemi, që për dikend është e prallë kjo, po une e kam hap Institutin Shkencor Helvetik në Zvicër dhe shteti zvicran e ka njoftën, që kam të drejtë të jap titull shkencor, master dhe doktorat, po vetëm se duhet çështja financiare. Dhe une nuk du njerëz privat më ledh lek, po të marrin prej shteteve. Du ta kujtoj edhe një rast tjetër i nderuar. Më fal. Vetëm këtë për hir teleshikuesve tuaj, sepse besoj që do të gëzohen ato me këtë lajme. Në Zvicër kemi arritur që në qytetin e Morkotes, në kufi me Italinë, përmes kryetarit të komunës Morkote është një perlë e Zvicrës, një parajs e Zvicrës, na ka mundsuar për Aleksandër Mujsiun. Aleksandër Mujsiun ta kemi sheshin Aleksandër Mujsiut, po gjithashtu ta kemi edhe një përmendor apo një skulpturë të Aleksandër Mujsiut. Ka mbet vetëm çështja e aspektit financiar. Shtetet tona nuk janë në gjendje që ta financojnë.
nuk janë në gjendje që ta financojnë sepse duhen mjete. Na nuk duhem të mbledhim të grumbullojmë lek, sepse leku na e grumbullojmë shumë shpejt sepse ka shumë donatorë dhe japin. Po në mënyrë institucionale që shteti, që fëmijët e tanë krenohen, nëse thonë shteti e ka kriju këtë. Besoj që jetu në kuptu këtë ide që dasha. Shumë qartë jam të kuptu edhe një mesazh për fund na e dash. Mesazhi im i fundit është të jemi bashk, të japim hapësirë njerëzve sinqert, njerëzve që vërtet e duan kombin, atë dheun dhe gjithçka e kanë atë dhe të gravum në zemër dhe në shpirt. Dhe unë besoj shumë që gjeneratet e reja që do të vinë duke u frymëzuar prej patriotëve tanë, do të vazhdojmë dhe do të kontribuojmë sepse kemi dhënë shumë botës. Kemi dhënë Gjergj Kastriot Skënderbeun, e dim vlerat e tij. Kemi dhënë Nën Terezën me çmimin Nobel, e dim për çfarë mirësie. Për çmimin Nobel ka marrë për mirësi. Nuk ka marrë çmimin Nobel për fizikë, për ekonomi, edhe është padyshim shkencë e madhe, po për mirësi, për bamirësi. Kjo është e shejtë. Kjo vetëm është shumë e shejtë, miku. Prandaj jemi unik mes vetit, miq. Të duhemi më shumë dhe të mendojmë më shumë ne grupe qartë për gjeneratën e 34 që po vjen, për ata fëmijë që të rriten, jo vetëm të këndojnë për Ismail Qemalin, për Gjergj Kastriot Skënderbeun, për figurat tona kombëtare, por vërtet ta duan atë dheun dhe ta ruajnë gjuhën shqipe, sepse kjo gjuhë as Roma e lashtë, as Osmanlit, as serbt nuk na kanë humbë, po as do të na humbin. O mund të them me një fjalë, dhash Zotit kem njerëz si që dhe ti, me të vërtet nëse më pyet në këtë katër korrikun, dita më e lumtur që ka qenë për mua, ka qenë sot me të vërtet një veprimtar, një rrugtim i suksesshëm, një testament që do të jetë për shqiptarët e tonë me rrugtimin tonë të punës tonë dhe palodhshme për këto shumë vitesh, është kënaqësi edhe është krenari. Të falenderoj shumë dhe është kënaqësia ime që sot me të vërtet ishim së bashku dy gazetarë që tem edhe u ballafaquam me shpirt dhe me emocionet e tua që me të vërtet që ke pas dëshirë të rrëfesh, sot i rrëfeve në televizionin tonë. Faleminderit shumë. Edhe të them diçka në marrë fundit e rum. Ti dole më gazetar se krejt e tjerë, sepse mi more gjithë ato që kam dashur me thonë. Pra të nderuar, sikur ishte kënaqësia jone me të vërtet që të kem njerëz doktor shkencë si e patën zotëri Dashnim Hebibin, me të vërtet një rrugtim shumë i mirë. Mos harroni të na ndiqni në kanalin 39 të Val, kurse në kanalin 249 në Nimi TV. Mirëmbëjtje deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV.